Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Të shkon. Kështë duke në bukur kështë me kaput. Të gjithë njerëzit kur e ke përshën shkurtër, po të casësh fare ti domethënë, njerëzit do të njohin është ai me kaput që do të bëj. Ai kaput verdi. Kupton? Kaput verdi që do të më qesh. Mirë se erdhe Pedro. Mirë se të gjitha, apo angres zërim ta gjës, apo do ta ngrejtë këto. Sami që kështu unë i lashnë. S'ka problem, edhe unë nuk jam më i miri tek teknologjia. Më faqe se am ullur në i karrige si njëri normale këtë gjë. Se nuk ka rregulla plak, mund të ulesh kur do i shefi ty. Jam me pijamën, flak fare. Denis, o plako e diti që unë në fillim fare kur kam parë videot e kam lexuar gjithmonë tullaj. Më kanë ndodhur kur isha i vogël. Të ka ndodhur, Ishte ky problem në shkollë. Ku të vjen zëri për momentin? Të vjen zëri tek kompjuteri apo tek kufjet? Te kompjuteri e bërë. As duhet më vinte te kufjet më, po. Duhet vinte te kufjet. Po, pra, si ka mundësi? Ja, një moment. Një plakur, plakset i bëj, një plakur nuk marrin vesh. Edhe unë marr shumë vesh nga këto. Unë më dashur një muaj të marr vesh këtë platformën që kjo i ka pothuajse si çdo njerëzit gjitha gati tash ja hajde më vesh. Kjo gjë është vetëm për punë, për këtu. Po si? Kjo gjë është për të takimet për të. Po, bëm mund ta përdorësh dhe si platformë ndryshe, domethënë, unë mund ta përdorësh shumë se sa për podcast, disa ta përdor atë pjesën e Covidit për shembull, nga që ka pasur shumë komedian në Amerikë që bëjnë ato Zoom calls edhe podcastet me Zoom me gjëra. Pikërisht, prandaj domethënë që edhe të dalë nevoja e kësaj. Është Spotify tek e parasysh, edhe kanë lek shumë, edhe i kanë bërë goxha më të thjeshta. Normalisht siç e bëjnë të tjerët është goxha shumë e komplikuar për mua, se kam kohën domethënë ti merrem ti futem aty te gjëra. Sa ke qenë domethënë? Podcasti ka filluar në maj vitin e kaluar. Në mos gabon. Po da afro ditë. Jo në maj vitin e kaluar, në 21, në maj 21 filluar. Që vjen viti duhet bëhen 2 vite avash. Po. Ku që projekt në YouTube është një vend tjetër se unë. Është kudo ajo. Është në YouTube, Spotify, Apple Podcast, domethënë çdo lloj platforme. E kam bën në mënyrë tillë domethënë që është kudo. Skemi. Mirë, buti do të tratë. Si duhet, sa më nuk kam problem. Ti kemi? Ha? Bleon. Më mirë buti. Buti është la një zlengu beratë, besoj. Po. Në marrë është slengu, ato se kanë gjerë nga çuna domethënë normalisht edhe kur kanë nis kemi qenë çik pishim kështu edhe çfarë vëm veja buçi olla se duhet merremi tash të gjejmë emrin e podcastit. Veja aty mirë ke. Është mirë, nuk e di. Po plako thoi na tregojnë çik domethënë kush je, çfarë pse po. Bravo. Unë jam Denisa online. Çfarë do të tregoj? Po domethënë çfarë je olla? Pse je, çfarë punë bën, çfarë ku dëgjon shkollimi, profesioni, gjëra budalliqe, ato që e ke parasysh kur vete tek ora 5 mazditit te rudina magjistari, ato gjëra. Ti unë do të ruaj këtu. Çfarë do Whisky. Nuk do të jam, po bëj. Çfarë reklami që në ta bëj një share, një koment na. Ja, unë kam një progradet, në sistin e bukur progradet. Në origjina nga Ercega, mos ma bëj atë që i thonë një ditë nga Ercega. Mirë, se nuk e ke theksin aq fuqishëm domethënë, unë nuk ta kisha trianguluar domethënë se nga vjen. Jo, po mundon të atë trajo, e kam folur goxha. Edhe i mat ka pas folur ashtu, pa fej. Kur dua të bëj atë. Kam rolana të gjë. Ja, mirë, kështu e bëm gjysma më surprizona një herë kështu në mes. Dhe në një ajo rëja.
prej Më ti ke jetuar në Pogradec apo je lindur rritur në Tiranë? jam lindur rritur në Pogradec në gjinat kam mikur. Edhe kam bërë juridikun këtë si çdo në Tiranë, edhe në Shqipëri. Edhe kotën e pasi bëm juridikun pastaj ti diçka të bësh. Diçka të bësh. Do të isha dy vjet ata. Qa tha, o do na kanceloj. Ky brezi sot është ka ikur fares, nuk bën. Katerin ja futi me drogë, bre me drogë. Ti tani nga futi me drogë unë. Shumë më plako, po sa vite ke qenë në Tiranë? 2013. 2013, që më shë? Unë jam 28, në 94. 1994, po, 2 vite më masë. 2 vite më masë e unë jam 96. 96? Po. Në një në vita dhe ati një brezi. S'ka gjë, se rritet. Avash. Plako stand-up comedy. Unë kam qenë në faza më të zjarë që në fillim që kur kam marrë vesh të më thënë që në Shqipëri ka filluar stand-up comedy. Pavarësisht se ne dim tash se jo në një biçim aktori Porto Leshi, Limonia etj janë munduar të bëjnë, po pa dashur të jemi negativ, ti e di shumë mirë se çfarë niveli ka qenë. E kupton? E di se çfarë niveli ka qenë, e di që ka qenë më shumë humor për burrat në shtëpi kur ktheheshin nga punë. Edhe me gjerë, me bandë. Edhe ka munguar ajo pjesa e të guxuarit tonë. Që sidomos për ne ishim të rinë, se normalisht që jemi dhe të rinë vetë, na pëlqejnë çik gjëra që dalin çik nga... Po se na ashtu jemi rritur, në atë lloj humor. Me atë lloj humor jemi rritur, domethënë edhe normalisht, pastaj ne kemi edhe çunga në Shqipëri kanë dhe diploma bullizmi gjithë, sa dalin nga gjimnazi domethënë. Jemi të super kualifikuar. Po më duhet të ishte përgatitur. Normalisht. Por jeta është e egër. Ore, në qoftë se do jemi ashtu që jemi me diploma, është si ai biti që ke ti, domethënë që e ke edhe ti, po e ke hedhur atë. E kupton që çdo gjë është gay në ankth edhe online. Më mirë kështu, unë doj më duket se është e keqe më e vogël kështu siç jemi ne, pavarësisht se jemi një çik harbut kështu, po që what can you do about it? Pa më të e me shumë bërë, edhe ti persona ajo që e arbutëri, marrin komediantë, e gjithë. Është një lloj karakteri që. Po janë disa domethënë që e meritojnë harbutrin, si ata shkërdhatat me qenin për shembull. Ai është super bit. Domethënë ta që nëse kanë ai që s'e ka dëgjuar këtë, që do dëgjoj më vonë domethënë edhe si ka parë bitin, thjesht duhet të futeni me vrap te faqja e Instagramit, unë do ta vë linkun në description gjithsesi. Edhe janë me o plako. Nuk ke shumë material në atë. Domethënë unë kam 3-4 herë që jam futur te profili, i kam parë na 2 herë të gjitha ato tash tani më ka ikur çik zari. I dhënë gjë, të qesh. Po ja të fundjavë kam 2 data që kam studien, edhe nga ato do hedhim këtë javë. Se nuk po bëjmë shumë më bërë, një klub komedie është. Se edhe vetëm gjithë materialin që kam të unë kam zhjuruar, ai kam të 3 ato netës që i bje, po bëhet i fiksu. Jo, normalisht ti nuk do edhe ato, unë për ato janë domethënë me teaser, se nuk mund të jetësh gjithë materialin që keta edhe shumë që kuptimi ka pasaj po. Edhe ne na intereson vinë njerëzit na shikojnë live, gjejmë gjëra. Vjen po është muhabeti për gjuna qartë si puna ime që nuk vin dot në vend, se jemi në hiç këtë cemës, po kupton. Ku je? Në Berlin. Po. Ue, aty ku kurva njerëzit vitin të gjokë. Po. Edhe ne i marrim këtu të shtëpia i mbajmë derisa vdesim, pastaj i hedhim rrugë. Ja. E kupton tash disa shumë i kanë parë tani, unë i kam mbajmë mend për mend të gjitha. Jo, shumë domethënë janë goxhat mira për shembull, edhe mua pasi jam unë shumë, pasi jam dhe unë kështu person që fiksohem me gjëra domethënë, po janë vite për shembull që nuk mërziten. E kupton, janë të njëjtë standard të të që jam një ordales më rajqës. E ke parasysh
Po, Ma më edhe ti e rritur me atë faktin që ke parë shumë komedianë amerikanë e tjerë që normalisht kthehesh mbas disa muajsh e i shikon prapë dhe prapë qesh, domethënë sigurisht era e parë. Po. Edhe Pikërisht, unë mendoj se në atë nivel janë. Janë atë nivel, plako. Janë atë nivel se duket suksesi. Unë me sa kam kuptuar, unë, domethënë corneri edhe ju si individ keni marrë goxha këto kohët e fundit apo jo? me që ktheva unë. Pra po. Pra e se ishte atëre. Unë në fakt djeni kam rënë për parë tek ai skandali me atë Ezanin, e kupton? Po, unë e kisha lënë atë. Unë akoma nuk e di kush e ka bërë atë bitin. Unë bitin asnjëherë se kam parë akoma. Marje ka bërë. Marje. Pse me Marje në mërzit në atë? Pa, për Marje për ata. Mërzitet, ai duket që nga theksi që ka valla, mërzitet trofi me atë. Jo, unë kam qenë me Marje në ato kohë, që kam takuar edhe. Me unë fola për atë të stendati para të që ato. Kur të edhe i pjesë të plot në ato. Jam drejtuar gjitha gjërat që ndodhur këto. Nga që unë bëra një pauzë në 2 vjet, edhe këtë stand-upin e hapa në çdo gjë që kam mbajtur pa folur këtë 2 vjet. Po shumë mirë, normalisht. Ajo procesi është ajo, domethënë secili ka atë procesin e vet artistik. Po ç'ne plako ç'ne? Ose qysh i themi na Berati, ku të çojë shejtani? Po unë jam rritur duke parë një film komedie. Edhe kam qenë gjithmonë ai fëmia që donë të bënte gjithë për pjesë, kam parë njerëz që bënin për pjesë dall. Jam rritur me kamionista, gjithë të deo, për shaka, babi, daja, gjithë kanë njëtin për profesion. Edhe si duke qëndruar me këta tipat e këpër, se si son atë gjënë. Edhe pastaj me këtë fuzionin e shakave të këtyre të barsaletave të rrugës, me gjithë filmat shqiptarë, edhe filmat shqiptarë kanë komedi fine, dhe dhe një fuzion me gjithë komedi që ne pam duke u rritur Adam Sandler, Steve Martin, gjëra të Eddie Murphy. Edhe si më rritet ajo dëshira, normalisht nuk e mendoj në si profesion, unë e fare. Bëra shkollën, për çfarë nuk kam shkuar gjithmonë, nuk ka shkuar akoma. Jo vetëm komedi. Edhe përpiqem në skenarin gjithmonë. Kur ke nisur plako për të parë me komedi? Me stand-upin për të parë unë ka nisur në vitin Pancake 2020. Në 2020 të bre? Dolin që ka në 20. Unë në pjesë ma ta mëndja, do ta bëj, nuk isha atë kërnejtë, nuk kam qenë atë nga tipa që rritë në kulturë. Një në njëri, që hëtë shkua në blog, apo të gjë, nuk ishte kanë qenë shumë social me këtë gjë. Me puna, për shteta. Me Goku. Goku. Edhe pastaj kur vendosa për këtë isha kam qenë shumë më natë libri, po e si nga këtë gjëra, të organizon të një dimit të një, ose kam bërtuar një në vejtë vogël para një këtjelu. Edhe duke shkuar të këto, edhe këtë pontis në qatë do bërë, se qatë do bërë, të ndapën, po bën, po ashtu përën. Jo dhe që qaj 5 minutë që e bërë aty papirën, a rëtë din vjetë. Tapë. Edhe funksionoj atë. Edhe pastaj pasë është vajtë nga mësu, natural. Flak. Ja, se bëra dhe prapë javën tjetër, prapë për njërë, si e shkuar e 5 minutë tjetër, shkuar e memorizova, nuk se i kam shkuar të njërë. Edhe, gjithë gjithë nga, okej, nga bëjnë gjithë, është okej, do një dhe një vënd, se edhe këtu nuk, në momentin ku po flisha me këto lokale gjëra të në një vënd, karantinë. Garanti, po nuk është hoqja dori dhe në një video të vogël në Instagram. Më bërë ndje mirë, për e të parë ndje mirë. Service, ato 2-5 minutat në ato vëndin e vogël të shërlatë atje. Më bëndë ndje më kisha ndjerë një aqë dhe të vetja në ato. Ja dhe isha që e në parë pa filtra. Edhe një gjithë, humor blu, edhe gjithë. Janë maj kanë në të Unë shiko, unë nuk mbase nuk njofta me thëmë, por në një komedian në Shqipëri për shembull që jetë dark, po dark kështu po them, mesnat, do të thënë nuk është e njoft drejt për drejt. Sa të du.
Do dalë, avash, edhe ta shtroni rrugën ju sa të bëhet sa të normalizohet i çikje, edhe pastaj edhe kush do ketë stilin e tij atë le ta bëjë. Se unë shkoj të dark, domos stand-upin e fundit, se më një vdekje në çdo ditë. Po nuk është se jam dark në. Po përse mua më kanë të drejtën që na bllukën ato temat seksuale gjë, ata një duan të flasin sa i fikëti të komunikojnë. Edhe këtë atë kanë bërë në të bëjë, të prandaj. Ajo është humori në këtë. Edhe nëse kur u kthye pastaj mbaroi karantina, isha asnjëri nuk po i hapte të gjërat. Se duke shkuar vetëm, duke takuar rrok, aman, se e ndija duke sa mund bëja, dhe isha do të ti mikrofonin. Edhe pastaj një lokal në blok në i dha drone. Edhe ati do të mirë. Do i najt. Plako me lidhje që keni me lokale, do më thënë ju ftojnë apo bëni kontrata, çush e keni, çush funksionon? Po, me më burqitare se eja. Ja, u hap corneri, dhe një se koljo marja me atë gotin që e ka, në tare dhe mua, u takuam, bëmi diçka, doli najt. Edhe pastaj, vendosin të paguajnë. Do me thënë është corneri, do me thënë është baza, është çdo gjë aty vetë komedi sa. E të paguajt komedianët edhe të t'i vënë një shtyzje komedi klubi për vërtetë po. Atë në atë kishte si të li. Normalisht është gjë e rëndësishme. Of course, po këtë sa më shumë edhe për ne është akoma më mirë, po këtë lokale që ta japin mundësi. Po ka nga këto që bëjnë një gjë sporadike e pas e të ngrihe mu të nga ata që s'kan këmbë. Edhe shumë po bëjnë një nga ata që janë një aktor, një përëshu, aktor vëndet, edhe bëjnë ta në një që tje duke ngrën kështu. Një trit pastas me gruan, edhe a i duke thë. Ne, po këta tipa që me konsejnë, nuk është vëndo për performua, por ti të duke t'i kisha me dashnore në tjetë duke dalë të rekorat e njësë juve Inter. Ja, normalisht, duhet jetë një vënd që të vinë njerëzit ka stile pra të punë, se ndryshe është keq ma. Po është edhe tani ti imagjinohu, ne do të bëjmë crowd work. Unë njerë kam bërë crowd work që në stand-upet e mia të para, tak edhe njerëzit një nga gjëra që të qenë shumë të stand-upet në crowd work. Ajo, gjumë e popull. Kërkon dhe masteri shumë, crowd work është bëgjaj vështirë. Komplimente për ato është. Të me thënë, nuk është se është vetëm mendim im, më thënë është fakt që crowd work është ose e ke ose se ke. Mund të përmirësohesh, po duhet ta kesh. Po materiali, po crowd work është se ke, ja aty. Edhe unë të herë në fundë, në fundë se materiali janë të nashë vetëm me crowd work në të se sa ka të dhja, dhe do thejmë atë me brave ndërtisi, do thejmë ato me vdekje, do gjishim vetëm një dy në fund. Se mund ta shikosh edhe punën, mund ta ndihesh kur ka një kur e di do funksionon, unë shikoj sa e shkoj edhe më aty, gjithë çka ka edhe nuk do funksionon kur ka mos më të madhe apo gjë. Dihet. Po. Edhe prandaj mund të performoj. Në vend që se duhet ta di që kanali për të punë, ndryshe crowd work mund të bëhet kështu, apo kyç ato. Në dancing team ato gjëra. Çike. Po do të takojmë pastaj për jashtë. Flasim jashtë. Të ka ndodhur në një rast suplera? Kur mua. Mua ka ndodhur, çfarë thoi? Jo, flas, jo. Nuk është një nga kuptoj që aty në nuk është mund të ma bëjnë nërgjë të dhije që se për edhe unë jam shumë stilo bërë. Një e di ku ka ndodhur një nga të 2 herë e para që të takë. Po ishte një shumë e vogël me ekipun, bëra atë 5 minuti, 6 minuti, edhe që ka qenë shkurt i 2010, edhe bëra i shaka me Shë Valentinin, e pastaj e lidha që unë e kam kaluar me ta, i shaka një festje. Që bën njeri në 2019. Edhe ne ishte mbarën që prapi se i tipi se i burti, se pak më shumë, i ndihmuar.
Nuk mund t'i bësh ato, ka një si marrën se nëse vërtet, ka njëri që dëgjon e thotë, po i çake, nuk të djali i vetë apo gati. Pa. Nëse pastaj tajnë dhe natë. Po. Edhe pastaj jo, asgjë nuk ka edhe crowd work, nuk ka tjetër kuando gjë, ti, që po aty. Madje Nuk kam mirë, normalisht tani se s'do ta marrin shumë veten seriozisht njerëzit, se po çose ka vajtur. Pastaj unë edhe ku mbaron me këtë parasysh. Edhe në momentin që jam kapur shumë, kam atë gjithmonë që kemi një takim në një bëjmë kështu. Ja ti sot është i toll low. Edhe një të thonë që klasë tem nuk jam aty të E pra si mua më duken çike pa vend, kur e marrin njerëzit shumë seriozisht veten, duket sikur kanë personale që dalin vëllai se si aq e rëndësishme. Dalin. Nuk po të nominon për kryeministrin, thjesht do ta llogar, është me ndër muhabeti. Është adapte, është dikush. Po po, ty të ra. Po është në një gjëra të momentit, më të herë isha një, nuk e di, ndoshta dashon nga ta hedh atë gjë që njëri po kënaqen se po merr sa me domethënë isha në folë një tip, herë pas here i shpjegonte se ata në aty në tavolinë. Unë isha herë, anë po dëgjohem aty dhe në momentin që bëra ato, shifra mikrofonin direkt kështu, edhe ai tipi se ha 1-2. Edhe unë isha edhe edhe isha këtu edhe ata po qikën i ka shkak shkollë vjetër. Në shkolla vjetër, po e ke parasysh? Po e kapi gjabri me bisti, nuk qash do të të kapsoj përsej. Po jo, ishte gjitha që tio, të faqë digja ma me gjithë njëzit edhe knaqen, mua më pëlqen, nuk do të bëj materiale tito, për atje, nuk kam filmuar kurat, mua më pëlqen të kthejt një show, për këtë ashtu lloj energjie ta njëri që sinë dhe knaqen, edhe jam ai till, edhe kur mbaron ka njerëz që rrin me njerëz që bëjnë muhabet, bëjnë rrete, pasi mbaron me gjithë këtë gjë, atë dua të sjellë. Nuk është se ok, mbarova unë, ka që të thashë materiali që ti. Që më të gjithë jenë në kërëgjë. Po në të bari plaku kur keni ju këto stand-up-e tuaja, i keni, si janë, me bileta, apo është shumë open bar që futet kush do, domethënë kur bëhet plot? Jo, është me bileta, është me rezervimet. Kemi bileta, modiste, se ta rritim. Pasha bashkë të këtë gjëra, po dhe se do rritër, gjaduar gjithë. Si duken tendencat? Mirë janë gjithmonë plot, me madja i vëndi është pak i vogël edhe të 2 herë, 3 herë nuk kemi patur vënde. Ishtë njërë që kthehen, nisin, faktikisht. Anë që në përveç Ama ja se mbas një kohë të caktuar, domethënë mund të edhe të jetë mbështetja financiare për shembull e tillë që mund të kalojë në një ambient normal, apo? Po ambjenti vite ishte i madh dhe pastaj i bëti ka kjo, por se do të thotë këto kohë nuk është as marrë kështu nga shqiptarët deri aty. Po nëse unë mendoj që edhe komediantët do të ishin për punë, pas që më lart. Është po jetia jonë e parë. Unë e kështu që ndoshta unë marr shumë seriozisht, nuk e kam marrë shumë seriozisht gjën, se nuk di bëjë një. Po mendoj që është të gjithë nëse të gjithë po të në qabim atë. Ti e bën full time të? Në përse po bëjnë një gjithë. Nisha duke shkruar dhe duke bërë kështu për këto emisionet që të ti. Po. Nuk e gjes, nuk të njitë. Kemi mos përputje, vla. është gjes, sa të gjes. Atë një atë një dalë. Atë që kam bërë ata, po. Nuk kam arras këtë ditë që në shtim. Mua së më pëlqen fare kjo pjesa e ghostwriting e plagë. Do ta bësh do të jap një lekë, ja, më vaj. Fati, po flas më. Jo, atë pjesën jo nga ana jote, jo nga ana e ghostwriterit, e kam nga ana atyre që paguajnë për këtë punë, domethënë, normalisht po ta shikosh nga ana më pragmatike, fare do thuash që okay, po paguan dikë të pakun se po shkon, por në fakt plaka nuk është produkti jote, kupton ti. Në qoftë se ka shpëtuar dikush tjetër, unë jam i bindur që asnjëherë nuk mund ta bësh atë delivery, domethënë landing, siç ta bën ai person që e ka shkruar, kështu që prapë funksionon po.
Duke, domethënë, duke, sidomos për shembull, ne kemi qesh kur kemi qenë të vegjël gjithë kemi parë portokallira e kështu po. I kemi dashur edhe Tani që i dëgjon një herë nga mbrapa, është e kupton. E di si është ajo portokallia, se ajo video që ke ti me atë puftën e kuqe, e kupton? Që është e shpifur dhe bukur një tjetër kohë, e kupton? Ajo thjesht është gjë e shpifur, po ty thjesht kesh kujtime nga fëmijëria. E njëjta gjë është e portokallia. Po, dinin bërca dikur. Edhe më vonë, edhe kur ta duan apartamentin. Bërca na kanë dërtimin realist. Mirë, ata janë nga më të mirët që ka qenë. Mua më kanë dikuar shumë Mali, Luli, Gjenti. Po ti po merr shembull më të mirë për këtë po them. Duhet ta trajtosh në përgjithësi. Sa të tjerë ka pasur plagua që ishin thjesht. Po më nga ta një kanë ngjitur në mendje, sa të janë, po. Me ta vjen atë radhë mirë të në lekë. Po. Normalisht në përderisa, ore, nga njëra anë përderisa ka audiencë, përderisa njerëzit shikojnë këtu këtu, s'ka ndonjë problem, nuk është për shkak njëri. Përderisa ata arrin ta shesin, thotë. Po më unia këtë herë, që prandaj nuk hyn bashkë fundjavë, se ishan po gradet, isha të gjithja. Edhe si luam të dilë, për të talin më bërë knaqin ata fare. Ishte në O plako, qa thonë ata, domethënë, e din ata, e di babi që je gay, jo, si mendojnë të shpisë për këtë komedin? Që kam dalë nga dollari të komedian. Mirë më më I përqenë, do më plagu do në të gjinde një të vetë mos, më bërë, nuk është përqit. Do në të merë me të tërpej. Do të Po dhe pastaj Okej, ma gjë të plagun atje dhe të mos i referohen fare, gjitha ka të një dhe të bërë të bërë. Është shumë të durës, nuk... Po e të ndojmë ne kur takojmë babalarët, mamalarët që si jemi komedian, një me ti që të vjen naturalisht. Po që t'jemi më bërë dhe ata janë shuarë, ta i salato e kishë, që janë prinsë. Do eci më zemra, do eci, unë për shiko. Unë jam kam çik të arrogancën që kam një kështu, kam ashtu një ndjenjë zorësh, gut feeling, ndjenjë zorësh, që i dallojnë çik gjëra që ecën, domethënë, dhe jam goxha i bindur, domethënë, për ty, për Marin, domethënë, se me Marin kam folur, Bellon, kurse atë gocën për shembull nuk e, domethënë, një 2-3 gjëra kam parë sepse me sa kam parë unë ajo nuk ka as material, domethënë, çuçi keni unë për akallet tuaja ajo nuk ka. Gota ka vendi më. Po në rregull, me sa diun dhe ajo performon vetëm. Performon, nuk e se me lajë seriozisht tani. Ka. Ka e di. Po. Po duket domethënë për mendimin tim që ka, domethënë është thjesht e kohë, domethënë drejt. Unë kështu e perceptoj domethënë që thjesht duhen të ndodhin disa gjëra të mira në të njëjtën kohë, domethënë që t'ja bëjë një bam fare. Sepse potenciali është te i dukshëm. Unë jam 100% i bindur që tipa që që arritur si puna ime ose deri diku me të njëjtën që duke parë stand up comedy, domethënë megjithatë jashtë. Plako është dhe uria e njeriu, e kupton. Uria ime për të dëgjuar stand up ship është, e kupton, kolosale fare, se është gjë shumë e bukur. Që s'ka pasur fare, nuk është se ka qenë edhe s'ka qenë të mira, nuk ka pasur fare. Kupton, ne kemi qenë si të izoluar. Ne akoma qesim me strada, kupton, deri kur kemi qenë 15 vjet, 16 vjet. Nuk është gjë e keqe. Nuk është gjë e keqe të dëgjosh në strada, nuk po them që ato s'kan qenë, ato kanë pasur ato detyrat. Të mor fare që nga shqiptar. Jam unë gjërat që shkuat në Bujar ka të dhjuar, se gjërat i kanë fiksim. Se me vërtet kanë fiksim. Nuk diskutohet ajo janë gjëra shumë të bukura. Po pikërisht pra, të duhet të dinja, nuk ka larmishmëri me zemrën. Nuk ka larmishmëri, nuk mund të qesh i robi gjithmonë me filma tash. Po çfarë do të kam 2 herë matë, kam mund ta kem parë 3000 herë të muaj. Po puna e kanë të çka fitonë më. Është ajo ku dal ka që tash. Po shikoj Big Brother nuk. Është si më ka thënë një që është një mira që një kështu me ka kokën e bardhë. Është ka më bëjtë ata në atë. Unë shikoj në një shkollë të shtunave në lidhje me tjerë, me kartë. Se jam një lagje, nuk se ata janë zonë të bëjnë inxhinieri. E pas ku jam, ne janë ju pas.
Edhe shkoj marrë dashën së Irlandezin edhe motra ndivemi edhe rrimet shpise bërë edhe plaka që për çka kemi ardhur të filloj. Edhe shikona bërë të tiksuar për Si e ti mendi për show të tilla? Apo të pëlqen më shumë për kufë? Po, wow, qatë. Ka personazh. Nëjse. Unë po kam përshikuar një intervistë a Arjan Tani që për mendimin tim është personazhi më interesant që ka evidenton të duan. As diskutohet fare ajo. Çdo njeri që shiko, mund ta kesh inat po, të jap të drejtë. Po të thosh që s'është interesant, je thjesht hater. Unë përfundar dhe plagë dua pa fundë. Është nice. Ka tani. Është vetëm në atë punë që bën ai, kaq. S'ka nevojë, kupton, është më i miri dhe edhe ai bëri një çështë të tillë që sa mendon të këtë. Tash vën ku janë ta njerëz që hanë e rritë. Në ndërmjetën. Po. Sa thonë jo po është eksperiment social, se jo... Po çfarë eksperimenti social, o plako, mund të jetë eksperiment social, por problematika nuk është atje. Problematika është se këto për shembull jo do mos dëshmëria ka fajin Top Channel apo leshi preshi, nuk po fillojmë të vëmë gishtë. Ideja është që merr vëmendje shumë o plak. Po vëmendje, ne japim mend njerëz ka nevojë njerëz për ato, ka nevojë për gjëra të prishme apo për këto romancat, nga që në Shqipëri ndoshta mungojnë ndjenjat midis njerëzve, e pastaj nga që gotat ku nuk kanë instrumente për bëjtë ato që shikojnë televizor, ku diun, unë dhe kanë shqiptarë që në fakt që ngurtë në marrëdhënie dhe kanë qesto, por sa më të romantizime. Në të marrë për përshtypje, apo përse ti bëj edhe dikujt që ka një jetë të tillë dhe përshtypje apo një vajzë të një edukuar edhe të shikoj, atë çfarë bën ai për ka bëj diçka normale. Apo çdo gjë. Edhe kjo është një aspekt që ose kuptoj për shembull plak. Okej, se ky është një reality show, është eksperiment social, me që do ta quajmë eksperiment social. Po ideja është që kur i diskutojnë në plak, po se ta i diskutojnë ata e qin modën ta vetëm i futen në përshërbëjnë statuse, analizojmë jo po çai tha ai, çai tha asaj. O vllai në rregull më se në çdo vend ekziston kështu çan këto trash TV, domethënë është kudo ka. Po ideja është që ore, as fasat e futbollit nuk zihen që zihen fasat e Big Brotherit. Isha ku isha para të dijave, isha në intervistë, pasi të topi, të Wake Up. Edhe, ku diun edhe si të më thanë, sa duke në do komentet mua që ti duke kështu si të po vdesë, ti më drogazi. Të bëj një pyetje të vogël fare. Të ndërpres 2 sekonda dhe vazhdo prap. Këtë gjën që këtë topi un kam parë vetëm një kështu video të shkurtër të plak. Ku mund ta shikojmë ne këtë në të plot? Okej, ta kontrolloj. Vazhdo. Unë asnjë kam parë, edhe unë nuk i shikoj komente ka asnjë gjë apo si diun edhe nëse unë edhe Instagram hapur e kam, por nuk më kam filluar ende një video. Ti më që të kontrolloj ato. Çelësi. Nuk po që po më marrin njerëz seriozisht. I marrin dhe tipo është koshtin të masës sot jak Bukovski ka thënë si ai që bën milioner. Edhe të gjë me vërtet ka që servitën e këtë lartë që si ai që bën milioner dhe vazhdon të bën milioner. Kur do bën milioner? Unë kam ndajë në materialet e mia. Do munduar të bëja të sakat të sa më shqip në rolin ati budallaj, që po shanë, po të gjërat edhe duke munduar të japë edhe diçka. E kjo se kush është i vëmendshëm e kupton që ça po ndodh. Por ne Më mirë, ai që se kupton aty fryi nga të gjitha vrimat aty s'ka për ta kuptuar ndonjëherë. Ne nuk do të bëjmë milioner. Atë mos e thuaj, nuk do të jetë asnjëra. Blum, është në dizajt atë bërë atë. Janë, vere kuqe. Në të dihet e pasi që të ndalë. Mbar botërisht plako Bill Burr.
Është stili im, domethënë, e kupton. Unë jam njëri shumë i turpshëm, e kupton. Unë kam një gjysmë bloku të zi të shkruar vetëm me bite, po nuk e di nëse do e bëj ndonjëherë plak se po janë nxita renting, kështu, e kupton, edhe janë Unë mund ta bëj shfaqjen e diles, mund ta ngel live në TikTok, mund. Edhe nëse të kemi më, se edhe unë ashtu jam, do një njëri në ato që nga bën. Edhe gjithë të gjatë kështu. Kështu që bashkë do të bie mes. Kështu që nuk e ke po, unë kam shumë qejf domethënë. Vetëm kur herën e unë në maj do jem në Shqipëri, domethënë edhe nga mezi i majit edhe vetëm për një javë, domethënë dhe do vi me SSB-n nëse keni show, po shpresoj të keni ndonjë gjë ato kohë të riu. Po nëse ke ajna bërë ti në gjithë të do ai të mori unë test për komediantë i nato. Me ta Po Bill Burry plako është që domethënë ja kam parë Bill Burry kur kishte flog akoma, domethënë. Ti ka parë Let It Go? E para, jo atë ke rol. Aty që thashë të bërë atë rolit e Breaking Bad, që dhe në atë Unë nuk... Po, ajo ka qenë vonë. Unë kam parë kur s'kishte pas vajtut e special, se që ato pjesë 10 minuta të këto Let's Sing. Shut the fuck up! Ajo është spektakular fare. O plak, unë... Po, normalisht pastaj dhe klasikët u diskutohet, Dave Chappelle, për shembull, Tom Segura kam qef unë për shembull, Louis CK. Kjo është tipi im është vllai në momentin që e kam qef që kur të qeshin, mos të qeshin ha, po të qeshin kështu. Kur të marrë të qeshin. Ja, fare. Parte kur jeni një aty të qeshin, po nga një. Po që ato kam preferuar. Ti ke preferuar? Po plak unë Bill Burry ma ka sugjeruar ti pasi më ka dëgjuar njerëzit e bëjnë diçka. Ka kanë thënë se ti shikosh atë, do të thotë se keni një internet kushte. Të dy ta shikosh edhe që nga ajo ditë kanë qenë këtu fancy të muri aty. Peter mua më plak, a ke parë një stand-up të po kryen ato nëna aty ku. S'ka problem. Ke parë një stand-up të Zar Galifanazit? Aty ti të bëjë bowling gover që një. Jo, nuk kam parë. Unë kam parë bitet kështu video të shkurtra të atij, po stand-up të plot atij nuk kam parë ndonjë. Kështu që jam të përgatitur një personazh çfarë ato. Një nga ato piano kam parë, po kam parë atë Tooth Fergs, atë emisioni që bëndim ato lulet, domethënë. Ai është për mendimin tim për mendimin tim është i mirë, jo mbase jo më i mirë ever, por është i mirë, e di kur është i mirë ai për shembull kur je çik pishën, edhe kthehesh në shtëpi, edhe s'ze gjumi se të duket sikur tundesh në avion nga alkooli. Është fiks për atë momentin ai plako se edhe nga që s'ke fuqi të qeshësh për shembull je direkt nga është super. Ai është show shumë i bukur domethënë. Do të kemi të bëjmë të shkoj aq budalla, domethënë me stakat. Edhe stand-up i ka një kontenti i parë që ka patur Netflix ever është një stand-up i tij. Do të gjë e parë që sa prodhuar, por që Netflix i bosh, gjë e parë që hedhë ka qenë speciale si Live at Purple Onion për ata që duan ta shikojnë. Po mirë, se ne në Shqipëri nuk i ndallojmë në fakt, po këto në Amerikë i ndajnë comedian dhe komik. Ky ka të dyja do. Dhe me trupin shumë. Edhe i famshëm, tani ka lënë ai stand-up fare. Edhe pasi e la pas ngolë. Se i konsumon apo do mos di sa të vetë aktriu ha edhe punë ndoshta, po una skeme se vështirë është prapë, dhe të vdesë do nashë bela, që është ajo e vjella para që ti kur, para të aty dhe që... Prandaj janë të suksesshëm, domethënë, që mos të bëhemi generalisht, se unë duhet të ndaj shumë, po zakonisht, statistikat tregojnë që komedianët që janë më të aftë me crowd working, zgjasin më shumë, e kupton. Kjo nuk ka lidhje drejt për drejt me kualitetin, po për jetëgjatësinë e komedianit ka lidhje të drejt për drejt direkt crowd working. Unë ndjek për shembull një që edhe kam ndjekur që kur ka qenë kështu TikToker akoma, domethënë. Një Dragosh Comedy, atë rumen. Ato vetë e shoh ndonjëherë, ose këtu në Berlin është më bazë.
Ai ka disa gjëra që janë vërtet mira, domethënë, edhe ata kanë një si grup se këtu kanë të mirë organizuar këmbërinë ata. Vetëm në anglisht. Na plagan dhe me. Po më. Po në qoftë se kjo bitë anglisht ta realizoj unë brenda një javë. Të përmë në anglisht. Ku janë shqipe këto? Sheta e plagoshet, edhe ai kur bën crowd work, domethënë e përdor këtë pjesën e nacionalizmit dhe të Ballkanit. Tashi unë jam i bindur për shkakun që edhe ti brenda një muaji, domethënë vetëm nga Ballkani do nxirje diku te 50 çka ka ndryshme që gjithmonë do. Në anglisht ndërroja që janë Amerikë të të kavalia. Ai vogël edhe. Edhe nuk e di që kanë patur një me këtu, se kur ti takohesh me dikë edhe sa ja nga Shqipëria edhe do motrën time se s'po si do veç vaksin, edhe gjithaj se atë presin direkt, ose disa ato që njerëzit nuk e kanë ide në një frigoriferi që gjithën me fotot Van Damme. Në ato lloje, pa më ti kanë pasur edhe që di kanë humbët. Janë të bukura ato plako. Shiko, duhet nxirrin ato. Nxirri valla. Që janë edhe posibil që pastaj sidomos algoritmet e TikTokut, Instagramit, për shembull kam edhe ca video që janë as video të mia, domethënë thjesht në fillim kur doja të merrte çik boost podcasti. Ajo ishte 2 muaj e gjysmë, domethënë me 3 views-a. Aty nga muaji i 3 vajti 150k. Po pra, algoritmat çuditshme fare. Ka hapur data ajo në banë kanë thënë komente në sajtë dhe thjesht për të hedhur video, unë se kam adin që të fare. Ndoshta do ta instaloj. Po, unë mbaj, domethënë, ca kohë isha goxha aktive atje, po është nga që i bëjmë podcast, se unë nuk bëj dot siç bëni ju. Ju bëni bite, mund të jeni të promovoni veten, domethënë edhe teasera të shkurtër, po unë bë podcast. Podcastet tani janë filluar, domethënë që kanë bërë një votim atje te faqja dhe njerëzit i donin diku nga 1 orë në 1 orë e gjysmë plus minus, domethënë. Unë atëherë kisha edhe nga 4 orë. Pse ato gjëra të bëhet e tjera. Edhe unë shikoj në një atë Billit Monday morning apo edhe tu bear to ankej të gjërat. Po kur janë të një orë e gjysmë çfarë. Pikërisht, unë për mendim, unë vetë si Bleoni unë gjoj Rogoni për shembull 4 orë, 5 orë. Unë gjoj dhe audiobook që janë nga 10 orë për shembull, se kanë probleme, kupton. Por shumica e njerëzve është kjo që thua ti që e duan nga 1 orë në 1 orë e gjysmë e kanë atë golden point. Ka edhe nga ata që duan gjysmore, unë gjysmore nuk bëj asnjëherë. Gjysmore, unë tani më jam duke se 10 minuta. Kaq shumë sa kemi folur tani, s'më mjafton mua personalisht, kështu që po që dohet të ditë që nuk ma jep mua mundësinë direkte TikToku, se nuk e kam shumë punë, duhet të editoj shumë që të bëj promotion TikTok, sepse formati është i gjatë. Po që shiko, të kesh kohë, unë jam dhe në punë. Jam kohë të plot plak, unë dal në zgjohem 5:30 vi prapë në shtëpi. Mbas ditës, kështu që kur vi bëj këtë gjë, kënaqem, i procesoj, i rregulloj, i downloadoj, i ngarkoj. Edhe aq. Në të ardhmë të afër, kur të bëjmë të famshëm, kur dalim me kohë të plot. Në podcastin e kam fiksuar fare dhe ndër çift kanë filluar podcaste, do të ketë edhe tjera apo. Ka podcaste për shembull që unë sugjeroj personave, janë podcasti i parë që më kanë ndihmuar dhe mua në fillim, më ka shpërndar është Besti Andi podcast. Bes Mustafin do ta njohësh, se ai ka bërë një komedi të vogël. Ai qerosin e mirë. S'ka problem. Pastaj është podcasti dytë, janë 2 çuna, ata janë anonim, nuk kanë një pyetje quhet, janë plus 18. Shikoj, do të janë dukur shumë ama dhe kanë nga do të kaçin kanë. Edhe janë goxha më inteligjencë sa duket, se unë e kam dëgjuar se më kanë shkuar mua në fillim, domethënë edhe akoma vazhdon më shkuajnë, jo po janë goxha lart domethënë. Për atë lloj modeli siç e bëjnë ata, domethënë që ta thyen kokën me brutalitet ose me banalitet për shembull, edhe pastaj se merr veshti, opa, e ke marrë një mesazh të mirë. Se kanë një gjë që pa që postojnë. Janë nice. Edhe i kanë janë suportues, kanë postuar, janë nice.
Po, edhe pasaj që është high quality, që është ajo Radio Labi, domethënë është diçka ndryshe. Ajo është high quality podcast, është si emision, domethënë është goxhana. Ato nuk e ka. Diçka ndryshe. Po, ajo është domethënë tjetër nivel podcast. Ajo është podcast domethënë që procesohet edhe përpunohet, pastrohet. Se njoh tamam personalisht është jetojnë në Amerikë. Po bure grua. Po është shumë, shiko. Gucci. Ishara që nuk thot Gucci. Jo, po ata për shembull e kupton kanë shumë më pak episode, po janë të gjitha plakot i lëpish. Është ore, liko. E kupton pak e saktë. Ju se i thoni glikoj. Likos. Fare, glikon po gabetë. Që me shtet edhe Koran, edhe pakë. Edhe në pakë gjëmë, pakë të dhe Lidere, i qine motë nuk hanë vetëm recel edhe Koran. Mund të fish duja me i pjatë. Me jam në gjithë për gabetë, është me liko. është pakë edhe dhe punë dhe. Kanë gjithë të dejo në për gabetë. Më e mirë është likoja se sa që receli. Pastërmaja të Do bëjmë një online poll. Kush është më i mirë, receli apo likoja? Po jo. Unë mendoj që ka dy lloje burra, ata që janë pakë dhe ata që janë tash bab, edhe nuk do të bëhet shkura ti të ha tash bab. Pse më? Kalon? No, ba, kur të në komentet poshtë, pastaj ç'ne ti, o bere ti, zbrite ti nga Ersteka të na tregosh ne që shajta si e babi, çati ti për ta si e babi. Ersteka i gjitha di, i kanë të shumë të vëndi. Në të vëndë të në dajra të kenarin kolegjarë, o kjarë të njërës më kenare dhe kush duhet e kolegjarë. Unë jam dhe i dikurë. Jam në kemi petrol një. Ka pasur një shok i më vlla kur ka qenë në fakultet, ka pasur një shok nga Prenjas. Prenjas si është, po me çlidhje ka, ata si çlidhje ka. Neve një zona dukem. Ja e nga vita, unë ka një shok që ka një fia, i Volvo. Se nuk është shumë largë, pre. Janë largë, Ersteka me Prenjas. Me kë? Janë largë në çdo dimension. Po. Në gjitha dimensionet. Seriozisht dhe? Sa largë? Ku është Prenjas? Po pse më duket një zërë më ku flasin atë? Njerëzit nga Ersteka flasin letrare, duke ti e di që një juglindje fillon përveç atyre e mo të fejnë shka të gjëra fillon bëhet më letrare, kalon e që shpran letrare dhe në përmet të ndronë gjua letrare. E di. Normal, në përmet edhe burja kanë ngelur berat, pa berat përmet. Që përmeti, po? Në berat, përmeti nuk kualifikohet as si qytet akoma. Përmeti ka vetëm në gjukë shumë. Po, rëdha. Letrare. E kanë më afër, e kanë përpër të letrare. Berati jo, berati letrare. Por berati ka shumë jug, veri apo qytet në këto. Është fillimi i jugut, me beratin fillon jugu. Po është Tiranë, Elbasanet, direkt po është Elbasanet është berati. Ore, u bëra thjesht kurioz për të, Prenjas. Prenjas Albania. Po pra plako, okay, e ka pasur gabimun, jo me Erstekën, po Gradeci pra, ai e lidhur me Gradeci. Më burr tash, po jo tash tomatoes, potatoes. Bëj duhet pra, më falni 100.000 herë. Ja, ore. Nga një tjetër për të mësuar. Normalisht, dolëm zbuluar që tash as nuk e editojmë dot, të me zemër, do një 4 orë të editosh. Panta të nga Ersteka do të përbohen tani. Po shiko, kam dëgjuar shpesh herë të pjesën që thonë që përmeti është baza e gjuhës letrare shqipe.
flasin nga qytetet në rrethet të mëdha, është Berati që i përputhet domethënë nga ana literale me 97% ndjekur nga Vlora. Edhe pse nuk duket sikur është s'bën sens, Vlora është më afër se sa Fieri madje me gjuhë letrare. Po, Fieri ka më Flasin për qytetin brenda. Pikërisht. 3 euro çabën mirë. Edhe te mohabeti është te Fieri, nuk është se po mundohesh të tallësh, ata ashtu flasin këtë. Po fjalë, njerëzit marrin seriozisht këto tallet. Unë kam thënë gjitha zërin që bëjnë efekt. Gjitha nga unë kam shefë poli lart, kush është vermota të libër. Unë persona që mërziten kur i bëjmë shaka me kështu kam respekt, nuk kam njerëz të dobët fare. Po e morë seriozisht atë punë. Më sa arrin ta respektin e efektit, unë i bëj edhe vetë efekt po vetë. It's nice. Ato janë interesante për shembull, ato janë edhe gjithmonë sidomos në rreth shoqëror ose me persona që njeh në fillim janë gjëra shumë të bukura për të përdorur për të thyer që ata akullin edhe për t'u afruar çikë. Më thon edhe nga kultura, duket sikur jemi prapë jemi shumë hermetik në shqiptarët, në ata që we fuck with. Në Po. Jemi të çuditshëm nga ajo ana, sepse shikon jemi shumë të polarizuar vëlla, se nuk ka kështu në mes për shembull. Edhe si për shembull, marrim rastin e kësaj shakas me dialekte të ndryshme për shembull. Nuk është se ka mas grija vëlla, ose janë rob që i pëlqejnë ose janë rob për shembull që do të ndjekin kur të vesh në shtëpi. Po të bësh shaka me ata. Kur të paktën të përshtypje kam unë. Kur e di për ka një po budallenje. Budallenje. Nuk e ka vërë, i vetë dhe ata e kanë të kanë 80% njerëzve globalisht janë budallenje. Po thjesht ti nuk e kalon shpesher si mendim të person. Kur e mendon nga profesor. Edhe ti e më në të gjithë një para bashkë. Jo se. Mendohet se frikë në plago shumë e frikë. Të bon të tua e gjithë iso. Por është thik me dy presa se mund të jesh te 80%. Dera do të ai. Asnjëherë nuk e diet. Ti futi të vëdai, era që na i thiti sta patë të studio në filmit, libero të atë që janë miliona për të bërë edhe gjithë konkurrenca janë budallën. Edhe ti kur del nga dera buti do ai shumë lekë dhe podcaste për të bërë dhe gjithë konkurrenca janë budallën. Unë kur e nis vetë do më thënë me them që okay, ka një shans, goxha është shansi 50-50 që unë të jem budalla. Ka vdekja dhe budallë janë një për tjetër. Nuk e ndjen asnjëherë. Ne do të pyetje u di se fak. Normalisht jemi me ata dhe tu klasik. Po ignoranta është hare apo? Nuk e pa. Është hare. Jo, unë bëj, shikon, ftoj edhe personat të tjerë normalisht, më thënë që flasin tema serioze, tema të dhimbshme, politike, ngjarje, të gjitha i trajtoj. Unë jam person i tillë që dua të flas shumë, është shumë e rëndësishme për mua të flas sidomos me njerëz të tjerë, sidomos me njerëz që edhe kanë diçka për të folur. Aq më mirë nëse nuk na përputhen mendime, që të kesh një debat, të shikojmë që dalë vëlla ku ka mos sa ku e keti gabime, kupton. E kam qenë shumë ignorant nga ana e të vlerësuarit të njerëzve në fillim, sepse unë mendoja që shikoj, unë kam qejf të debatoj, e kupton? Të them kjo është kështu, se unë kështu e shoh, valla, nëse ti mendon se është kështu, atëherë ma tregon se është kështu që ta mësoj edhe unë që mos të jem budalla. Jo, valla, njerëzit thonë, shikojnë, i thonë një gjë ti për shemb. Sharo. Ka dhe kështu. Edhe sidomos për këto dhoma të space, duhet vish në një space me rrok shtëpie. Kur bëjmë një space në Twitter, në ca episode nuk i bëj kështu siç i bëjmë tani, se to janë episode të mira, që i bëjmë kështu siç i bëjmë bashkë tash. Jo pra jo. Këto janë të mirat pra po them. Ato të tjerat i bëjmë debate në Twitter. Ton futemi Twitteri ka vënë një funksion Twitter Space, quhet dhe mund të jesh vetëm me audio, nuk ka video atje. Thjesht futesh vetëm me audio dhe bisedojmë me persona për tema të ndryshme që e kemi provuar disa herë, për shembull. Të del në një specimen atje vëllai. Të vjen në një specimen për shembull që edhe të kenë vdekur ku dëgjoj unë, 72 virgjeresha dhe 14 bebe,
Do qeshësh o plako, nuk I merr të seriozisht ta rob, e kupton? Ka qenë herë e fundit kur ishte që ndodhi një kujt uranca gra, domethënë jo ky, ajo që ato të para, jo këto tani. E kupton? Se kemi haruar, kemi humbur edhe numrin tash të sa gra, nuk I mbajmë më fiks. Edhe ai tipi po fliste në një lloj mënyre, domethënë që unë e harrova fare që ne ishim mbledhur për vaki aty. Edhe ka tira pasaj që ku dëgjon, ka radikal, ka islamist, ka krishterist, që nuk E dim që quhen të tjerë, e kupton, ka komunista. Çfarë duash, lloj soi, domethënë. Është cirk. Kështu që duhet të vish ndonjëherë plako, do ta jap fjalën eksplicite, po me vetëm impremtim që do kapesh me njërin edhe do ta bësh kështu për të ftohtë që mos a di më ku është Twitteri. Të përtojë më, jam një përtoj. E di më, po do duash, nuk është asnjë gjë me Ndan në të vore të përtoj. Bërë zotin, edhe një Ai do ishte shumë biti I bukur plako, ti kishe s'ken njëzë të njërë që të materiali, po I kibra. Nuk për full time dhe gjë dhe gjokë të të Shkuj, po mirë se ke plota, nuk leshi gjokësit nuk mbaron. Duhet ta të njëzë të njërë bukë. Vazhdo. Plako kur I ke shohut e radhës? 18-19. 18 mars tek në konë I Klanezin, se unë I shpërndaj dhe kur të jenë tani në fundjavë do me të që të merresh me do I shpërndaj. Edhe këto akkauntet të tjerë ma dërgojnë çik edhe me linka në TikTok, se nërësisht kanë qeftë I blejt poshtë. Atje që t'i gjejnë njerëzit. Do ta mbyllën e mendoj për Do ta mbyllin me se. I tani dhe Isha shumë krevatë, më nuk isha me energji time të qoftë. No, pse ishte shumë e këndshme. Me herën tjetër plako do palestra. Jogging. Ke jogging trousers? Dhe joggers? Sa o plako e një gjë. Ato vdesin në një qikta për shembull që përdorin fjalë anglisht edhe kur nuk ka nevojë të përdorin fjalë anglisht. Po rryshe, se në një duhet ta përdorësh, ku nuk mund gjejmë diçka, edhe le të thita një kemi pasuruar se pa I pulë të diçka dhe të pa jonë. Po gjithë për të tjerë, how are ja, ti të dhe. Bra. Se mua ka ndodhur, në base të personave ti nuk I besova, ka ndodhur njëra që po çora të shtëpisë në aeroport, ishin dashin marrë në shkurt. Dal nga shkurti. Dal nga aeroporti. Dal nga aeroporti gjoj një zonë kështu. Të dua mami mirupafshim. Okej, vari unë kështu, vërsish. Dhe sa të fikun ti, po e sikur s'po të gjoja kështu. S'do ta bia se u shqiptar. Për që lash kaloj kështu, tjetra ajo nuk dinte atë edhe Mama, hi, how are you? Fine. E mëse shqiptarë janë dhe o besha ka. Unë me kartë, thëmë, how are you? Mirë që me the hi, se hi e përdorin më të gjithë, në kanë ngellë në filma. How are you? Si film më të Ai tipi duhet rikthyer, ti që kesh mik familjar Arjan Xhanin, duhet I thosh ta rikthej prapa atë tipin. Ta nejtë do të përthejnë. Ta në të gjërë. Ajo është rëndësishme. Rëndësishme është për të shpërthesh plako dhe të jashtëzakonisht shumë sukses. Se gjithë të gjëja le ta bëjnë në tjetër. All right. Ta bëjnë. Ta bëjmë prapë. Plako sa dërti të nga mëllona plako ta bëjmë prapë. Për mua dika të tjetër. Nuk ta bëjmë prapë. Zemër nuk e shkëtë. Po. Pastaj të vinë të shikojnë komshit herë të tjera. Po plako unë duat edhe të organizoj që do flasim edhe herë të tjera, po duat të mbledh një të gjithëve, çaj përkisni asaj industria, asaj skene domethënë, e të bëjmë kështu një hare të madhe. Të harbojmë. Kështu. Okej, pra.
Falenderoj ata rob që dëgjojnë edhe shikojnë. Edhe mos u bëni legena, mirë mua s'më komentoni, s'më bëni like, like, bëni një like në komentin dhe i pak nga Denisi. Ishara i s'bën like edhe koment, po i të shi. O, Andi. I këtë shi. I ka, ciao.